Një mungesë në rritje e elementëve të rrallë të tokës ka detyruar disa fabrika europiane të pjesëve të automobileve të mbyllen, tha shoqata europiane e furnizuesve të automobileve, duke fajsuar kufizimet e fundit kineze të eksportit. Që nga fillimi i prillit, qindra furnizues europian të automjeteve kanë aplikuar për licenca eksporti për të aksesuar materiale të rralla. Këto janë të nevojshme për prodhimin e motorëve elektrik dhe komponentëve të tyre. Por shoqata europiane tha se vetëm 1/4 e këtyre aplikimeve janë miratuar, ndërsa të tjerat janë refuzuar për atë që grupi e përshkroi si arsye shumë procedurale. Procedura duhet të ndryshojë nga provinca në provincë dhe në disa raste është kërkuar informacion sensitiv mbi pronësinë intelektuale, thuhet në deklaratë. Grupi paralajmëroi se nëse procesi nuk standardizohet dhe përshpejtohet, më shumë fabrika do të ndalojnë operacionet brenda 3 deri në 4 javët e ardhshme, ndërsa inventarët shterojnë. Vendimi i Pekinit për të pezulluar nga muaji prill eksportet e shumë metaleve të rralla dhe magneteve të lidhura me to ka tronditur zinxhirët global të furnizimit. Kufizimet kanë prekur jo vetëm sektorin e automobilëve, por edhe prodhuesit e hapësirës ajrore, prodhuesit e gjysmëpërçuesve dhe kontraktorët ushtarak në të gjithë Europën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azinë. Organet e industrisë në Gjermani dhe SBA dhe Indi u kanë bërë thirrje qeverive të tyre të bashkëpunojnë me Kinën dhe të kërkojnë zgjedhje urgjente për të shmangur ndërprerjet afatgjata të furnizimit. Paralajmërimi thekson varësinë e Europës nga metalet e rralla kineze dhe vështirësitë me të cilat përballen në industritë globale që mbështeten në lëndë të para kritike nga një burim vetëm.